Në vigjelinë e 1 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Republikës Kosovës, për mua ishte një ndjenjë e veçantë, ashtu siç e thash edhe në fjalën përshëndetëse timen, është hera e parë që marr pjesë në një tubim të tillë të bashkëdhetarëve tanë dhe ajo shpërsi shihet edhe në mesin e bashkëdhetarëve tanë, është një atmosferë gëzimit, në fytyrët e tyre ju ka kthy buzëqeshja, ju ka kthy dinjiteti në përkëmbër dhe këta tani më janë qytetarë dhe shtatarë të Republikës Kosovës, i cili falë kontributit dhe angazhimit tyre, të cilët e kanë dhënë për decenje me radhë në formë të bashkëpunimit dhe përkrajës të qytetarëve të Kosovës, sot janë më të rahatshëm, ndihen më të shlirshëm dhe me të drejtë kanë arsye të festojnë dhe të them të drejtën, me të vërtetë ishte kënaqësi e veçantë për mua që gjendemi në këtë mes që të festojmë përvjetojnë e parë të pavarësisë të Kosovës në mesin e bashkëkombëtarëve tonë, në mesin e atyre që janë pjesë e kontributit të veçantë që kanë dhënë për shtetin e Kosovës. Ich habe sehr tiefe Emotionen gehabt hier jetzt an diesem Fest und ich bin sehr begeistert und ich bin überrascht, wie das alles so schön und gemütlich ist und ich fühle mich sehr wohl. Qas prej Ferizajt Kosovës, me ftesën e organizatorit Afrim Jakupit, që të festojmë së bashku në vjetojnë e pavarësisë, që të ndjejmë përsafrin me bashkëdhetarët, tonë se si ndihen në mërgim, në zlisë. Do që dhe i falënderoj për zemër organizatorit Afrim Jakupin me gjithë grupin e tij. Ju falenderoj dhe urime pavarësia e Kosovës. Hyshen Buja jetoj këtu në Luson, ke fshatit Bujan Lipjan. Edhe ju ishit bashkë organizatori këtij aktiviteti. Po, jemi organizator me grupin. Sa jeni kënaqur me këtë numër të madh bashkëdhetarë kur po festohet një vjetor i pavarësisë Kosovës? Shumë të kënaqur jemi, shumë të kënaqur të gjithë.
Këngëtari merituar Naser Maqedonci, i cili është ftuar special nga Kosova bashkë me humoristat Hasan Murseli, Mijabit dhe Shqiprim Kelmendi Lazgushi, ku me këngë dhe humor për disa orë me radhë mbajtën atmosferën festive. Tanroj për hapjetin e të bërë. Të mirë e mbërë dhe tanroj ka pak jemi të lezeqëm. Pa të lezeqëm njëre. Jemi shumë kënaqur me këtë organizim që i kemi vonë këtë mbrëmje, posaçërisht na kanë nderu zotnit që kanë qenë prezent sonte dhe këshilltarët nacional të Zvicrës që na kanë ndihmuar shumë, sidomos mërgjimtarëve dhe refugjatëve gjatë luftës. Për që edhe televizionin e përshëndes shumë që është sonte pjesëmarrës këtë ma i ka bo ma madhështor të bimit. Mirem Jakubi, jam Shqiptar, jam martuar që 25 vjet me një kosovar, në Afrim Jakubi. Jure çdo shqiptar pavarësinë e Kosovës. Është gëzim i madh sigurisht edhe për mua, edhe kur themi shqiptar do të thotë që jemi të gjithë një. Edhe unë kam gëzuar me një emocion të njëjtë me shqiptarët e Kosovës, e sigurisht edhe ata shqiptarët Maqedonisë, kudo që ndodhen, kemi ndjerë të njëjtin emocion, të njëjtin gëzim, se më në fund, mbas kaq shumë vuajtjeve, mundimeve, viteve të rënda që kaloi Kosova, sot është shtet, edhe feston në vitin e parë të pavarësisë, është një foshnjë që me siguri do të thotë që jemi të gjithë një. Edhe unë kam gëzuar me një emocion të njëjtë me shqiptarët e Kosovës, e sigurisht edhe ata shqiptarët Maqedonisë, kudo që ndodhen, kemi ndjerë të njëjtin emocion, të njëjtin gëzim, se më në fund, mbas kaq shumë